Sepse i tillë është krimi, domethënë. Jo, po është një luftë shumë e ashpër. Po. Se ajo që thotë krimi është shumë i sofistikuar. Po. Dhe kanë fuqi të mëdha paraje, domethënë me teknologji, me infrastrukturë, me gjitha janë tamam një organizat kriminal. Në këtë rast u takon atyre për herë të parë dhe të bëjnë diçka që vendi jonë po e vuan shumë. Dhe uroj që ta prekni në emisione të tjera. Konceptin e meritokracisë. Dhe kjo rrjedh që në pyetjen e parë që më bët për zonjën Balluku, Zoti Rama e dinte shumë mirë që ka individ në Shqipëri që punë e zëvendës kryeministrit mund ta bëjnë shumë më mirë, edhe me dinjitet, edhe me staturë dhe të tjerë. Institucione si drejtësia u duhet meritokracia dhe jo të fusin miqtë e njëri tjetrit që të përballen situata të tilla. Tu them diçka, po shkputem nga kjo për ta relaksuar dëgjuesin tuaj. Antropologët më të njohur të botës nuk shkojnë të studiojnë në Amerikë, në Suedi ose në Norvegji. Shkojnë në fiset e humbura të Brazilit, ose të themi në Afrikë. Dhe dini pse shkojnë? Sepse shikojnë në turma në turma shumë të organizuara, me rudimente të theksuara, pa një lloj përcaktimi qytetërimit sakt se si zgjedhin njerëzit që u sigurojnë mbijetesën. Dhe ne tash për shkak përballë këtij krimi na duhet mbijetesa dhe t'i japësh qytetarit shqiptar sigurinë që vjen nga drejtësia. Po t'i jepnin këta të parët sigurinë, edhe politika do reflektonte dhe do e ngrinte diçka nivelin e saj. Në këtë fushë për shkak do ecë edhe ekonomia që pjesën e biznesit ta bënte më të paqëm, më të kujdesshëm dhe kështu të ngriheshim shkallë mbas shkallë. Por kjo vjen nga ajo që ti duhet të kesh një statur shtetari edhe në mpusin nivelit të tretë duhet të ketë një sens shtetari në kokë që do bëj këtë. Vendi tim kjo e ndihmon për këtë.